ku jemi në kuzhinë. Katerina, mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Përshëndetje dhe ju të dashur miq që na ndiqni në këto momente këtu tek vila jon. Jemi gati për të treguar receta që do përcjellim për juve sot. Do të përgatisim një byrek që do ta bëjmë me mish të grirë edhe me qep, me presh, me karot, me specë të kuq, gogozhare, gjithashtu djath, hudhra, vaj edhe petë të gatshme ose petë që mund t'i hapni vetë. Këtë e përzgjidhni vetë juve për punën e petëve. Gjithashtu do të përgatisim edhe një krem karamele themun, të cilën do ta bëjmë me një seshte. Përveç se nuk do të bëhet me vezët e shumta që bëhet ajo e zakonshme tradicionale, po do të jetë më e thjeshtë për të përgatitur, por sigurisht ju siguroj që bëhet shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Që brenda te kremi, nëse doni mund të shtoni akoma te farakias. Do t'i shkoj. Do t'i shkojmë, faktikisht, unë i kam hedhur. Prandaj ke këtu, po shikoja këtë qesën sipër kështu si me nuse pashka të vogla, që është efekti i farave. Ja ta heqim tani se s'do t'na duhet më kjo qesja. Unë e kam para përgatitur faktikisht, sepse ajo duhet që t'jetë të ngri. Patjetër, pa. Dhe mirë, sot me shduket kemi receta goxha interesante për cilë tek ju, kështu që Kati do të na tregosh me cilën do të nisim nga puna. Do të fillojmë me byrekun fillimisht. Me byrekun, okej. Që do të thotë do të vendosim tenxhere, të tiganin faktikisht në Tigani thellë, tigan tenxhere, se ajo është i thellë. Në luan rolin edhe të tenxheres, prandaj dhe themi tenxhere dhe do të hedhim këtu me njerë vaj. Vajin gold, vajin përzgjedhur nga farat më cilësore të Lulediellit, nga kompania të Uta, dhe puna në kuzhinë nis përgjithsisht me vajin, si çdo gatim tjetër, dhe në këtë rast ne kemi goldin që na ndriçon, se çka dhe emrin. Po, gold është, si thuash, një vaj shumë i mirë. Tani, këtu fillimisht hedhim preshin edhe qepin. Do me thënë, presh pjesa e bardhë e preshit, jo më tepër, do me thënë bishtat. Pjesa e bardhë, hedhim krip, si gjithmonë ashtu si themi. Dhe këtu ndërkohë kam vendosur mishin e grirë, të cilin, si që shikoni, e kam pregatitur pak më përpara për të arritur kohën që të bëhet gati. Mund të vendosni edhe juve më vetës, do me thënë që ta bëni mishin e grirë dhe pastaj të shtoni brenda të bëni atë bashkëpunimi me preshin. Dhe me këtë përgatitje çka kuptojmë, thjesht e kemi vendosur me ujë me çfarë për të zier? I kam hedhur tani pak ujë që të zihet faktikisht, por fillimisht e kam filluar që ta kavërdis ashtu të thatë, pa i ndyrë, pa i gjë. Do me thënë që të kavërdiset. Pastaj më mbrapa shtova pak ujë tani që ta kemi që të bëhet do të më duhen për të zbutur edhe pak preshin, por gjithsesi ky byrek do të përfundojë në furrë, kështu që gjysëm bërje gati duhet në tenxhere këtu, do me thënë në kohën tonë. E lëm të kapakun këtu. Dhe do hedhim dhe një 2 thelpinj hudhër, 1 ose 2, varet do me thënë nga madhësia e hudhrave. Dhe nga dëshira do me thënë se sa ju e doni hudhrën tek byreku. Të ndihet, po. Por faktikisht i shkon, me qënë se është e madhe, por hedh një, nuk i hedh të dyja. Dua do me thënë hudhra të ndihet aq sa duhet, jo më tepër. Në rregull. Edhe sigurisht që përveç se shijes që jep hudhra, e dim shumisht që përmban edhe vlerat ushqimore. Është një antibiotik natyral. Po. Nga natyra. Kati, se nuk të pyeta. Po, më thuaj të lutem. Me qënë se është 8 marsi. Po. Ke ndonjë kështu, këtë unë, ndonjë kujtim të veçantë, ndonjë raport të veçantë, ndonjë mësue? Mos më sjell nostalgji. Vërtet, kam, do me thënë, edhe të mësueses time që e mbaj, do me thënë, në fillore. Sa të rëndësishëm janë. Që nuk jeton më në jetë, as mësusja, do me thënë, në shkollës fillore, dhe as një kujtim tjetër, do me thënë, që është shumë i veçantë për mua dhe ka qenë si nënë e dytë, ka qenë Evgjenia Arisi. Ajo që të ka mësuar të gatuash, apo jo? Po. Edhe, ja, prandaj shërbejnë ditë të tilla, edhe unë e thash pak që në fillim, për të reflektuar e për të kuptuar se sa të rëndësishëm janë ca njerëz në jetën tonë, se sa gjurmë na lën, dhe se sa ne me kalimin e viteve, kur rritemi, fillojmë dhe kuptojmë që bazat i kemi marrë nga diku, fillojmë të ngjajmë, fillojmë të mendojmë nga mësuesit tanë në jetë që janë të shumtë, kështu që ndaj edhe unë të pyeta, sepse në çfarë do lloj moshe ne të jemi, është e çuditshme se si mësuesi i parë, për shembull, nuk harrohet asnjëherë, dhe të gjithë kemi nga një kujtim, nga një moment emocionues, mall shumë për ata që kemi kopa i para, po për ata që nuk janë më në jetë. Ç'është e vërteta, Anil, me që u hapë kjo bisedë, faktikisht mësuese Evgjenia Arizi, do me thënë nëna, sepse unë i thoshja teze faktikisht, nuk i thoshja as mësuese, as kështu, ka qenë do me thënë ajo që
më ka qëndruar shumë pranë që në momentet e para që unë fillova shkollën këtu në Tiranë, tek shkolla e kuzhinës, më kishte si vajzën e vetëm, më thënë, se ajo një djalë ka, dhe është në Amerikë dhe djalë, dhe i përshëndes në këto momente, dhe kujtojmë së bashku nënën. Një zonjë, grua, një e veçantë. Nga këto modelet që kthehen në idhuj, në fakt shpesh modelet më të mira që ne kemi në jetë janë edhe. Ajo ka qenë që shkroi librin e kuzhinës, do me thënë ka qenë një grua shumë fisnike, një grua që jepte dashuri, për gjithë, si thuash, neve që kemi qenë në shkollë, por për mua ka qenë shumë e veçantë, dhe ajo ka qenë përveç se në shkollë, do me thënë që unë kam mësuar për saj shumë gjëra, por ndërkohë ajo ka qenë që më ka futur dhe në televizionin publik shqiptar. Kështu ka nisur. Kështu ka nisur. Në momentin që iku djali në Amerikë, ajo kishte ngel vetëm e quajti si të lehtë fillimisht të ikjen e djalit, do me thënë se u mërzit shumë edhe donte diku të mbështete, edhe gjithmonë më kërkonte Katerina. Do me thënë një raport për ti shumë më familjar pastaj, jo thjesht. Dhe kam jetuar me ta për 10 vite. Po, tek familje tyre. Ndaj ke këtë lloj emocioni edhe dashurie. Veja se e di publiku që unë jetoj në Athinë, por unë veja dhe vje dhe jetoja tek familje tyre. Me thënë isha... E shtëpis, e familjes. E këtoj. Mirë! Vazhdem gatuajmë ne? Me shumë respekt. Ja. Sa thamë gjithë këto, do me thënë fillimisht qepa preshi, speci, i cili speci kuq faktikisht është i ëmbël, i jep shumë shi, ashtu edhe preshi, do me thënë është një kombinim shumë i mirë me të gjithë këto përbërësi, do me thënë që preshin, që qepën, speci, kuq, edhe karota, janë të gjitha që kanë një shije delikate dhe një shije që afrojnë njëra me tjetër në ëmbëlsinë e tyre dhe në veçanti pastaj kanë vlerat e tyre ushqimore, sidomos pjesa se cila ka vlerat e veta ushqimore. Nuk mund të them për specin që ka vitaminën C dhe është shumë i pasur, por të gjitha këto që kemi hedhur brenda janë të gjitha me vlera ushqimore. Ndërkohë që kemi këtu edhe mishin, të cili është bërë gati, nuk ka nevojë domethënë që të më thjesht unë dua të zbuten këto tani, nuk dua të kemi skuqje të theksuar. Thjesht një zbutje. Tani sipas dëshirës së ambisat mund të përdorin edhe gjalp nëse e duan për pjesën e gjalpit, por unë mendoj që është mjaftueshëm pjesa e mishit edhe këto. Ma e muatë, të duhet ma jo? Kam halë si do të djegi. Ja ma e marrë që, thjesht të pastrojmë, se sa më pak gjëra të kemi, aq më mire kemi kohën shikimin do me thënë. Ja dhe këto tasat. Tani, tu neve nuk hedhim domate brënda, as një gjë tjetër, nuk e ngarkoj, as vez nuk do hedh, është, do me thënë, dua thjesht me këtë. Ajo që dua të shtoj akoma është piper i zi. Kam hedhur dhe tek pjesa e mishit, po do të hedhe dhe pak tani në momentin e fundit, dhe e kemi, si thuash, gati këtë mbushjen për byrekun. Përveç se kësaj pasaj, ajo që do të shijoj dhe do të bëj shumë të shishme të byrek, do të jetë edhe djathi. Dhe fillojmë me njerë për ta pregatitur, për ta ndërtuar byrekun si shtemi ndryshe. Do të përgatisim një byrek me petë gatshme, apo jo? Edhe ta fikim tani më sobën se nuk do të na duhet. Hasa mere mund ma ato, ka ti? Mere mund të bëjtë unë një që? Mi falenderit edhe e fikëm. Shumë e thjesht për të pregatitur. Tani kur janë këto petët e gatshme, ose me fushe, ose dhe me dorë, e lyeni pjesën e tavës. Me vaj. Dhe fillojmë duke shtruar, do me thënë, petën e parë, në këtë mënyrë. Bëjmë do me thënë një si lloj kryqi, fillimisht njëra bëjmë dhe tjetër, ja ta hedhim. Ta bëjmë si e bënin nëna tonë aty kur kështu me të gishtin kështu. Pa, edhe në salat kështu idhej. Kështu idhej edhe në salat mos hidhnim shumë. Mos idhej shumë. Se e kishim si thuash me kursim. Po, që është e vërteta, kursim, por i kanë qenë tamam ashtu si që duheshin. Po jo, gjëra duhen. Pas edhe shpërdorimi nuk është asnjëherë, jo, nuk edhe të kesh që duhet shpërdorosh, ai sa duhet. Po, në mënyrë të tepruar. Është respekt ajo për ushqimin edhe për paratë që fitohen me aq mund. Tani, këtu. Por para se të vendos atë, unë do t'i hedh pak djathë, se kjo është që do t'i shijoj pastaj. Bëhet të kjo. 100 grama, mos mendoni që është më shumë, sepse shiko. Është grira, i dhe duket sikur ka një sasi madhe djathi, pa. Është efekti rendes.
Tani, për pjesën e mbushjes, mirë është të qetësohet dhe mos jetë kaq shumë e nxehtë. Po, në drejt. Pra ju bëjni më përpara mbushje, lëreni të ftohet dhe pastaj filloni me shtrimin e Ne do ta petkave. hedhim tani për efekt kohe se nuk e kemi atë kohën dhe mundësinë për ta mbajtur pak më thithë. Shikojmë tani se sa pet kemi mjaftueshëm. Do vëmë edhe një se gjithmonë poshtë duhet pak më tepër shtres se sa lart. Tani nuk ishte nevojë për punën e vajit në këtë moment, do me thënë, sepse edhe djathi ka yndyrë dhe i shkrifëron. Tani do të hedh pak anash kështu. Në ato pjesët që do të palosen më pas, që të janë të buta kur të piqet byreku, kore dansore. Tani do të hedhim edhe mbushjen, që thash më përpara që mirë është që të jetë të ul pak temperaturë. Shiko sa ngjyra të mira që ka. Po pra, ngjyra me të gjelbër, me të kuqe, portokallim. Me ngjyra, me shije, me vlera ushqimore, një byrek i thjeshtë, një byrek i shpejt, jo se kemi shumë mish. Po, ai sa duhet. I ka të gjitha brenda, shije që kombinoj me njëra tjetrën. Edhe ja, një ide për të gatuar për drek sot, nesër. Po ju garantoj që bëj shumë i shishëm dhe shumë i mirë. Megjithëse nesër është 8 marsi, nuk do gatuajnë gratë jo. Do dalin do hanë. Nuk jo, prandaj e bëra me petë të gatshme, mund ta gatuaj se bëj shumë shpejt. Shumë shpejt gati, kështu që mund ta gatuajnë avisat edhe këtë. Tani do pak djath, prandaj tham që nuk hedhim vezë. Më pëlqen më mirë të hedhim pak djath se sa vezë. Okej. Janë në rregull. Tani bëjmë palusjet e këtyre fillimisht. Tani e mira do t'ishte tek byreqet, që ne e dim, që ato petët i bëni vetë. Patjetër, dhe janë shumë të thjeshta, pavarësisht që neve nuk e japim atë formën e mirë këtu, se i bëjmë me dorë herë. Juve në shtëpi bëni, sidomos ato petët me kuleç. Mua ato mësuesja mi ka mësuar faktikisht, se neve i hapnim një nga një. Po, sa të mira më shumë e thjeshtë. Domethënë aty tek ajo forma e kuleçve nuk ka njeri që mund të thotë që nuk i hap dot petët. Pastaj, kur kemi dhe miell të mirë, edhe me duar e kemi hapur dhe ju e keni parë se sa kollaj hapen, sepse nëse herë që përgatisim byreqe apo receta të tjera me bazë mielli, përdorim mielin Ola nga kompania Atlas, edhe kemi një rezultat të shkëlqyer. Prandaj bëjni vetë edhe petët, mos përtoni, sepse një 30 minutë më shumë punë do doj me gjithardhjen e brumit dhe do kuptoni që se sa shijon ai byreku kur e bën vetë me petë në shtëpi. Sigurisht me qenë se jemi tek bashkëpunëtorët tanë në kuzhinë, një falënderim tjetër dhe doja të çoja për Ovital, për vezët më të mira me cilësinë maksimale që ju gjen në treg. Nuk ndodh kur të gjeni një kokër vezë brenda atyre paketimeve që do t'ju vë në dyshim për cilësinë e saj, kështu që provojni dhe do të kuptoni që nuk ja u themi kot, i keni që nga paketimet me 8 kokra e deri në 15 të kuqe të bardha të miksuara brenda një paketimi, cilësi në 4 stin vjen nga Ovital. Sigurisht që Teuta vazhdon të jetë me ne dhe na vjen në ndihmë në ndërtimin e recetave tona me shumë produkte. Sigurisht vajin ju e shihni që kemi gjithmonë në tryezë, por kemi edhe shumë produkte të tjera të zgjedhura nga kompania Teuta, siç po i shikoni që nga hikrat, quinoa, kemi miksin e farave, të drithërave, bullgur etj. Dhe sigurisht që ajo qershia mbi tort e Teutës është pa diskutim orizi, që vjen në shumë variante për përgatitje të gatimeve të ndryshme, për risotto, për atë pilafin tradicional, për ja ku i kemi. Basmati që është një trend i viteve të fundit në kuzhinë dhe është aq i shishëm dhe ka dhe një aromë të këndshme, formë gjithashtu, arborion etj. Që ju po i shikoni. Po i them thjesht emrat sepse çdo paketim ka detajet e veta përshkruese dhe kur të bëni pazar, lexojini pak sekonda dhe të kuptoni pse duhet të zgjidhni njërin apo tjetrin nga paketimet. Atëre, sa Nila ju tha një informacion që është shumë i duhur për ju të dashur ambisa, unë, siç e shikoni, kam hedhur domethënë petën e parafundit, e kam spërkat me vaj, me djath, dhe është momenti që do shtojmë edhe petën e fundit. Gjithmonë petët lart i vendosim të rrudhosura, nuk i lëm ashtu domethënë, sidomos këto petët që janë kështu të holla, kur i vendosim të rrudhosura,
na bëjnë, do me thënë, akoma edhe më të mira. Do me thënë, nuk na thahen. Se këto ka një veti që të thahen. Po. Dhe në momentin tani që do të shtojmë edhe vaj, i spërkatim dhe me pak ujë. Këtu nuk hedhim qumësh, nuk ka nevojë, sepse si që e pat e kemi bërë me djathra. Djath nuk hedhim tani në sipërfaqe, se digjet. Thjesht vaj dhe ujë është ajo që ndihmon që të piqen. Po, dhe të zbuten pak ato petës. Ja, është përfunduar, thjesht ne tani duhet ta bëjmë një prerje, jo deri në fund, në pjesën e fundit. Po, thjesht në sipërfaqe. Hudhër kam prerë. S'ka gjë. E ka brenda hudrën ajo. Okej. Temperatura e pjekjes? Si gjithmonë 180 gradë dhe do ta lëni ashtu 35-40 minuta. Nuk ka nevojë më tepër sepse edhe si thua gjella ishte bërë gati, edhe pjesa e petëve këto nuk janë petë të bëra vet. Piqen më shpejt, domethënë duan një kohë më të shkurtër. Duan një kohë më të shkurtër. Okej. E kemi testuar dhe kemi provuar kaq herë që nuk ka nevojë të thënë që të. Po, besoj njësoj si ne edhe zonjat. E patjetër. Tani e spërkasim me pak ujë dhe do ta kemi gati. Okej, dhe ndërkohë po përfitoj pak nga koha për të lexuar recetën, sepse ende se kemi parë në ekran, kështu që në siguri ju tani do të dini se çfarë përbërësish kemi përdorur të gjithë bashkë, edhe pse Katerina i shpjegon gjatë kohës që gatuan, por është e nevojshme që recetat të mbajshënim kështu të renditura, duke filluar që nga petat, një pako peta të gatshme, 500 gram mish, një qep, 2 thelpinj hudhra, një presh, pra pjesën e bardhë të tij siç e pat, një karrot, një spec të kuq, 100 gram djath, krip piper, vaj, gjalp. Pra, byrek me mish të grirë është ai që kemi bërë tani dhe është gati për ta vendosur në furr. Çfarë do të përgatisim në vazhdim, në pjesën e dytë sigurisht, se besoj në këtë pjesën e parë duhet jemi drejt fundit dhe do të mjaftohemi me vendosjen e byrekut në furr. Sa minuta kemi, më thoni një çik? 1 minutë. Aq sa për të spërkatur byrekun me ujë? E spërkati. Kjo ndihmon thash që edhe t'i bëj, do me thënë të ngelen të buta, mos të thajen petët, por sigurisht që edhe na i shkriferon bashkë me pjesën e vajit. Okej. E kemi gati. Vendosim byrekun në furr dhe lexojmë dhe recetën tjetër për t'ju treguar se çfarë do përgatisim pastaj. Po. Gjithmonë e nxehtë si gjithmonë, në temperaturë tham 180 gradë dhe 35-40 minuta do ta shikoni. Okej, dhe nuk do ta shikojmë kur të afrohemi orës 10 dhe kur të jemi në pjesën e dytë. Lexojmë pak në ekran tani se çfarë na duhet për përgatitjen e krem karamel me niseshte. Për karamelin na duhen 5 lug sheqer, 3 lug ujë, 1 lug lëng limoni, ndërsa për kremin na duhen 1 litër qumësh, 100 gram sheqer, 90 gram niseshte, 50 gram gjalp, 1 të verdh veze dhe 1 pako vanilje. Nëse i keni në shtëpi, bëjni gati, nxirrini aty në banakun tuaj të kuzhinës dhe përgatiteni bashkë me ne kur të kthehemi pas pak. Kati? Patjetër, sepse janë shumë pak gjëra do me thënë për të përgatitur. Po, prandaj them që janë përgjithsisht gjëra që ndodhen. Patjetër, vaj kush nuk ka, tani gjalp. Mirë është, do me thënë, e do një lug gjalp. E do, po dhe gjalpin është në shtëpi, një lug të verdh veze do, cipën e 1 limonit e lëngun e limonit, pra mendoj se janë gjëra që janë në shtëpi. Okej, hajde, shikoni pak çka keni në frigorifer, kthehemi pastaj ne, kemi publicitet, fleshin informativ të orës 9:30. Katerina dhe unë jemi këtu, ju presim. Nëse po na prisnit, ne erdhëm tek ju përsëri në këtë pjesë të dytë për të vazhduar me një recetë të ëmbël. Kemi edhe fundjavën përpara, kështu që do të shkonte edhe një krem karamel i shishëm. Ata shohin pak sa i bukur ka dalë. Dhe me këtë byrekun shkon shumë. Do me thënë gjelekt, ajo byreku është më i plot, se byreku po faktikisht i ka të gjitha brenda dhe perime edhe mishin. Kështu që ja si do të dalë. Okej, prita ne t'ju ndihmoj një çik. Si i vëm prap këtu. Aman vanila, e laga duart që E po mos i lag duart, Kati, mos i lag. Ja, ju shihni këtë krem karamelin, unë dhe sobën. Faleminderit se me këtë sobën. Cilën do, apo të dyja? Të dyja faktikisht, që të ngrohet edhe kjo vatra që t'i bëjmë gjërat shpejt. Atëherë, fillimisht neve do të fillojmë me sheqerin. Atëherë marr këtë sheqerin unë këtu. Edhe një lug, të lutem Anila ti. Lug.
Ja, ku e kemi? Sepse fillimisht do të vendosë sheqerin që të më shkri. Të bëjmë karamelen ashtu si që bëjmë edhe në, si të thuash, në atë kremin karamel që bëhet vetëm me vezë. Po neve tani do të bëjmë me një seshte. E sillim pak më të thjesht për andisat, por bëhet shumë i mirë. Me vezë, mos bëhet dhe një kështu që piqet në furrë, si quhet ajo Kati? Po në benmari, ajo është krem karamele tradicionale, ajo bëhet që piket me qumësht dhe me vezë dhe piket në furrë ajo. Kurse kjo bëhet vetëm në... Jo, kjo bëhet direkt, s'do shumë, kjo është e thjesht. Shumë pyetje pas kam sotu, no? Jo, mirë bën që pyet, sepse ndoshta mund të pyesin dhe anvisat, por që, shiko, ky është një byrek më falni, një krem karamele e thjesht, shikoni se sa shpejt që bëhet. Që do të thot, ka atë iden e kremit karamel tradicional, tani do të hedhim këtu 5 lugë sheqer. 2 3 4 5. Do të lëmë që të karamelizohet. Të zgjidhni atë të teutës. Do të të ashtu. Pastaj këtu do të hedhim një lugë lëng limoni, edhe do të shtojmë edhe ujë. Një lugë lëng 3-4 lugë ujë. Edhe ujë, po, si që kishim në recet. Pra këta janë përbërësit që kishim në recet, në një moment të dy do të rikthejmë recetat, kur t'jemi pak kështu si më pauzë në gatim, që mos shkëpusim vëmendjen nga gjërat që po gatuajmë. Kemi shtuar pra sheqerin, 5 lugë sheqer. Krem karameli është pak delikat, duhet thënë, në gatim, pra duan respektuar ca procese punës, se vërtet duket se ku po shkrim sheqer dhe s'po bëjmë në një gjë kaq të vështirë, por menjëherë mund të digjet nëse nuk ruajmë temperaturën e duhur, mund të na ngjisë, mund ta dalë më shumë i hollë se ç'duhet ose më i trash se ç'duhet. Ndaj Kati do na tregosh ca sekrete nëse ka. Ja, tani direkt do t'i tregojmë, do i shpjegojmë mënyrën se si bëhet. Tani vendosim sheqerin, sa filloj që të karamelizohet dhe mbrapa do të shtojmë lëngun e limonit, do të shtojmë edhe ujin. Këto i kemi këtu. Dhe ndërkohë, këtu te tenxheria do të hedhim qumshtin. Tani unë për masën që kam, do me thënë, kam gjysmën e sasisë, nuk kam 1 litër, është gjysmë litër kjo. Që do të hedh më pak në seshte. Që do të thotë, do të hedhim. Tani, 3-4 lugë, do t'i shikoni juve këto, sepse lugët janë kështu që mbushen, me thënë, 100 grame kemi atje, por shikojnë edhe me sy, se nëse e pat që u lidhë më shumë, mund të shtojnë pak qumësht. Gjë që nuk prish punë. Nëse e shohim që nuk lidhë dhe vazhdon rria, vetëm do shikoni atë konsistencën se sa unë e dua, do me thënë që të jetë. Do t'a shikojmë tani, gjatë momentit që do t'a përgatisim. Tani, kjo nuk duhet jetë në temperaturë të sobës, se shmang që ta kemë diku këtu. Me thënë të përzjedh. I ftoht? I ftoht, një seshtje, gjithmonë ashtu si bëjmë atë beshamelin, ashtu bëhet edhe kjo. Pra i përzim njërë veç, pastaj i vendosim në... Tani këtu kemi dhe një të verdh veze, nuk do ta hedhim. Ashtu do hedh vetëm cipën. Tani e hedhim këtu dhe pastaj marrim vetëm të verdhën. Okej. Ta mbajmë këtu. E ndërkohë që hedhim cipën e limonit fillimisht. Ka filluar sheqeri, do me thënë karamelizohet, do ta shikojmë. Kjo cipa jep shumë shije, ka një tjetër shije me pjesën e cipës. Ta mbajmë këtu, se do të na duhet edhe lëngu, pra një lugë të supës lëng limoni. Vazhdojmë. E hedhim edhe vezën. Dhe vazhdojmë me përgatitjen. Sheqeri ka filluar të shkri. Nuk duhet ta ngasim fare, ashtu duhet rria, apo duhet ta përziem? Jo, tani erdhi momenti që duhet përzier. Ja, me këtë. Se është më mirë me këtë. E përziem, dhe tani do shtojmë lëngun e limonit, do shtojmë edhe ujin. Ujin, si, pak nga pak? Jo, s'ka nevoj, e hedhim tani. Të gjithë për një herë? Ja, kjo është karamelja, do me thënë që është bërë. Të shtojmë edhe lëngun. A se marrë këtë thikën të anila? Jo, këtë kemi të përdorur, po. Që mos të kemi shumë enë. Ja, një lugë është mjaftueshëm. E përzien. Tu në temperaturë sobës do me thënë që të na shkri.
Dhe këtë sa të shkri, do ta hedhim te forma. Okej. Limoni, si thua, luan atë rolin që heq atë djegjen e sheqerit, edhe nuk na ngjit sheqeri. Tani kjo do shkri, edhe do ta bëj domethënë që të jetë ashtu, domethënë e lëngshme. E kuptoj. Ta lëm pak këtë shkri. Dhe ndërkohë këtu unë filloj të bëj trazimin e një seshtes me të verdhën e vezëve. Do të shtoj këtu edhe vanilën. Një ose dy bustina vanile. Dhe e përzim. Sa të vi momenti, do me thënë që të bëjt një trajt kremose, dhe do të shtojmë edhe një lugë gjalp. Në fund, po. Dhe pastaj këtë masën, do ta hedhim tek forma, të qetësohet në temperaturë të ambientit, dhe do ta shtojmë pastaj, do ta vendosim në frigorifer, të ftohet dhe do të kemi atë rezultat. Pra, bëjmë veç mas pjesën e karamelit, kremin gjithashtu jemi duke e përgatitur. Ne kemi përdorë këtë tavën, që besoj gjitha zonja duhet ta kenë në shtëpi, se e di që besoj të paktën për kek e përdorën këtë tavën e rrumbullakët, për t'i dhënë një formë ndryshe. Mund ta shërbejmë edhe në përgota. Po patjetër që mund të hedhim nga një lugë, nga ky, domethënë, sheqeri karamelizuar që neve përgatitëm, e hedhim në përgota dhe lart vendosim kremin. Po, mund të bëhet edhe ashtu. Mund ta bëjmë dhe pastaj i kthejmë për një person. Mund ta bëjmë edhe në formë, domethënë, të kekut, mund ta bëjmë edhe në një tas të tillë që të vendosim, domethënë, kremin, atë karamelen poshtë, edhe të hedhim masën, edhe e kthejmë prapë dhe do të ketë prapë të njëjtin rezultat, ashtu siç është edhe ajo, nuk pëson asnjë gjë. Po. Tani, ajo që ngelet, i ngrohtë duaj, domethënë, të dyja të ngrohta nuk ka problem që të ashtu, aq më mirë, sepse po lëshohet edhe karameli, lëngëzohet dhe kjo duhet të jetë i lëngshëm, edhe kjo jo të jetë shumë i fortë, se ngjit në formë pastaj dhe nuk lëshohet. Me zordel, po. Kështu që duhet të jenë të dyja si thua, të lëngshme. Edhe pak edhe do ta kemi gati, domethënë do të kthehet në një trajt kremoze. Pra ne jemi në rregull me raportin e qumshit dhe niseshtes ai sa shtuam, nuk e mori ka nevojë. Nëse e shikoni, domethënë që të bëhet shumë e plot, kanti byreku. Do ta shikojmë. Po. Kremi është bërë gati, e heqim nga temperatura e sobës. Do të riun të trazoj pak, apo? Po, që të merrem unë me byrekun, do me thënë, mendoj se... Jo, po, jo, lire, se e bëj vetë. është gati, është enkas për të hedhur në... Ja kaq. Pra thamë gjysmën e sasisë. Ne nuk e bëm të plot, kemi hedhur gjysmën e sasisë. Tani, nëse doni, mund të spërkasni fara kies, ashtu si që unë kisha hedhur tek tjetra, mund të hapësh anil dhe mund të tani edhe do. Tani po i ndjeu aromën e vaniljes, apo më erdhi kjo e ngrota? Kjo e ngrota. Ky karameli që kemi këtu, në fund të tij ka fara, pra nëse e pat në fillim, ishte në pjesën e sipërme. Kur kthehet, mbetet në fund edhe i shton edhe shije, edhe shëndet, sepse duhet thënë që farat i kia kanë shumë fibra, kanë omega-3 gjithashtu, duhet jenë pjesë e dietës tuaj, ka forma të ndryshme për t'i përdorur, në sallatra, në smoothie, përdoren shumë. Ju i njihni tashmë, kështu që jam e sigurt që ndoshta po thoni, nuk po na thua asgjë të re, Anila. Një lugë do të më duhet. Ja, më falni vetëm një sekond. Ka pakës, sipër. Ja, kështu. Kaq, sa për t'i dhënë pak një shije më shumë. Krem karameli sipër do ketë nevojë për atë qesën e kuzhinës, Katerin, që mos krijoj atë cipën nga lart, apo jo? Po, e byrekun? Po, është bërë. Madje na ka marrë pakës.
Na ka rëmby pak, po jo pak. Jo shumë mirë është. Pastaj unë kam thënë, unë kam qenë që këtu të pikura nga sipër. Tani, amvisat prap këtu mund ta spërkasim me pak ujë ose ta mbuloni me pecet guzhine, që do me thënë të ngelet pak i but. Nëse do një krokant, mund ta lëni kështu siç është, por që këto lloj pet ka nevojë, do me thënë, për një pecet guzhine, të bëhen më të buta dhe të shkriferuara. Si mamat dikur. Pastaj kanë dhe lezetin e vet, opitrat e bardha, kështu të larat e kurosura. E bëra mirë? Po, e bëre shumë mirë. E se pash të ndenjë shpar. Shumë mirë. Kështu tani, e lëm në temperaturë të ambientit sa të hul pak temperaturën dhe pastaj vendosim në frigorifer që të ftohet dhe mund ta përgatisni sot dhe ta keni për të nesërmen, ose mund ta bëni në mëngjes. Patjetër, të gjitha do me thënë kanë nevojë, po të paktën 2-3 ore do me patjetër. Dhe e mira është të nxirret kur të shërbet, kur të konsumohet, se ne kemi nxjerr ka gati 30 minuta dhe ajo fillon edhe lëshon, edhe në gëzon. Me këtë lëngun tani e shoqëronin do me thënë nga pak kremin, sepse ajo është që jep edhe atë shijen dhe lezetin, dhe tham atë që në fillim fare neve këtu i kemi hedhur dhe lëng limoni. Lëngu i limonit nuk na e bën kremin që të na djeg sheqeri, po jep një shije të veçantë edhe bashkë me ato gjithë përbërësit e tjerë që juve pat që kemi hedhur brenda, na e bëjnë të veçantë dhe na sillin një krem të lehtë, por shumë të shijshëm. Dhe mos hezitoni të hidhni dhe këto farat kia, sepse e bëjnë akoma edhe më të plot, edhe më të shëndetshëm. Nëse ju ndodhen, mund t'i hidhni. Mund t'i hidhni akoma dhe në momentin që e nxjerrin, do me thënë, kremin, që është bërë gati për ta kthyer brenda. Jo lart në pjesën e siç ja hodhëm ne këtu, po. Mund t'ja hedhin edhe brenda. E ato në momentin që hedhin brenda që është ende ngrohtë, shpërthejnë, do me thënë, dhe në bëjnë si gelatin. Po, e kam parasysh, po. Dhe japin një tjetër shije dhe atim në momentin kur e shijojmë. Kështu që përdorni nëse ju i keni në shtëpia tuaja. Tani si jemi me kohën? Besoj që jemi në atë... Kemi 10 minuta. Kemi 10 gjëra në frigorifer që më kanë ngelur gjatë javës. Këto recetat e shpejta që Kati na i sjell sa herë që kemi nevojë për ide të shpejta. Që nuk ka nevojë për shumë gjëra, do me thënë mua më kishin ngel kërpudha që kam pasur këtë javë, spinaq që kam pasur, dhe pak vaj dua ndej, pak nga djathi që na nga ngeli nga byreku, po vaj. Ja, kështu. Shiko tani, e ke vënë që ne të prindeve përgjithsisht të bëjmë këto recetat për mbledhës edhe ju themi çfarë ju ka mbetur në frigorifer, mos i çoni dëm. Qoftë edhe për të realizuar këtë byrekun sot, një karot, një spec, një ku diun çfarë mund të ketë mbetur, një kokorçep në shtëpi, shpejt, një gjell, një harxhe dhe e ktheni në byrek. Ne këto kërputhat i kemi përdorur gjatë javës dhe na kishin mbetur vetëm disa, të cilat sot do t'i kthejmë në një omlet, një dorëz spinaq, o vitalis na mungon asnjëherë, e kemi këtë të mirë. Një ose 2 kokra ves. Edhe është, si thua, një omlet e shpejt që mund të konsumohet akoma edhe për bazditë në darkë, do me thënë. Është një omlet e shëndetshme, ashtu si them gjithmonë që këto kërpudhat kanë protein, spinaqi ka vitaminën C, ka hekur, do me thënë janë thuash gatime shumë të mira. Madje këtu tek pjesa e spinaqit, kur dhe në omlet që i përdorim, është mirë që t'i shtoni pak pika limoni. Edhe pse i hedhim edhe në omlet, nuk ndihet, por ndihmon spinaqin për të përfituar ato vlerat e tija ushqimore. Do t'i hedhësh tani me që e themi? Do t'i hedhum, po patjetër që do t'i hedh. Prandaj dhe e thash, kështu që edhe juve mund të shtoni pak lëng limoni ose lëng portokalli. Me lëng portokalli do të lezetoj edhe më mirë omleta faktikisht. Do të mendoja që të hidhja edhe pak më tepër. Pra thjesht tu të na zbuten. Na vjen era e mirë e byrekut faktikisht neve këtu në studio. Nuk duan shumë kohë, do me thënë, që të bëhen këto. Mirë është të kemi një tigan që nuk ngjit, mos përdorim shumë vaj, por t'i pjekim më mirë se sa t'i kemi, do me thënë, që të na skuqen në vaj. Pra një pjekje të bëhen këto. Nuk edhim, si thuash, krip që në momentin e parë, duam që të piqen, mos na lëshojnë lëngjet, se nëse hedhim krip në këtë moment, lëshojnë lëngjet dhe thajen kërpudhat, nuk na bëhen të mira dhe të shishme. Kështu që në fillim fare nuk hidhet krip, por thjesht i lem sa të na piqen, pak, dhe pastaj kur do të shtojmë spinaqin, atëre do të shtojmë edhe kripën. Ja dhe pak duan tani këto. Ja ti lëmos ti bëra dhe këtë trazimin e fundit që të shtoj spinaqin. Na rregull, mos i trazoj që të ngelen të na piqen. Shtojmë edhe këtë spinaq. Të me thane sollëm drekën,
ëmbëlsirën dhe darkën. Po. Shikon, brenda një ore kemi menduar dhe kemi sjell çfarë do konsumojmë gjatë gjithë ditës. Tani ato piqen në pjesën e fundit, këto si thuash zbuten, vyshken, si mund t'i themi ndryshe, por nuk humbasin atë, do me thënë, në ngjyrën jeshile. Fillimisht i lëm kështu, do t'i shtrydh pak lëng limoni, që ju thash. Po, atë që tha më herët. I shkon edhe spinakit, edhe kërpudhave u shkon limoni, madje nëse doni mund të shtoni edhe pak gjalp, nëse doni që ta bëjnë akoma edhe më të shishëm, të marr pak krip tani, se është momenti që të shtojmë edhe pak krip. Me që kam djath faktikisht, do t'i shtoj edhe pak djath në momentin që do të hedhim edhe vezën. Okej. Pak krip, nuk edhe shumë, me qënë se do hedhë Djathin, po, dhe ka dhe krip. Nuk shtoj shumë krip. Ta heqim edhe këtë. Një kërcitje. S'ka që tani në po gatuajmë, po gatuajmë. Minimalja është të kërcasin një gjë nga lavamani. Piper, që unë hedhë bollshëm piper, jo bollshëm, a i sa duhet. Bollshëm hedhë. Po, jemi mësuar tashme me këtë gjë. E do në fakisht, piper i shion shumë, kri piper. Nuk parandodh të ketë recetë që s'ka në fund të saj, kri piper i zi. Po se shkojnë bashkë, kripa me piperin janë, do me thënë, shkojnë bashkë me njëra tjetrën në rregull. Ja, është gati tani, që do të hedhim edhe një vezë, edhe djathim nga sipër. Shtojmë edhe një vezë. Edhe jemi me një pjatë të plot. Se vërtet ne i quajmë omlet dhe na duket se kompleta është shumë e thjeshtë, por ndërkohë kur ka spinaqin, ka kërpudhat, ka djathin, mund të jetë një pjatë për të kaluar edhe drekën, nëse s'keni gatuar diçka me kati? Me të gjitha gjërat që ka brenda, pra ka spinaqin, ka kërpudhat, ka vezën. I hodha pak ujë nga qumshi që na kishte ngelur, ose qumësht ose dhe ujë. Mund të shtoni ose pak qumësht ose pak ujë. Tani e hedhin këtu. Ja, kështu. Pak djath. Edhe omleta jonë është gati. Mos atë e projmë. është në rregull. Ajës. E kemi në rregull. Thjesht është përfunduar. Atëherë, jemi në 1 minutë në fundit. Edhe neve do servirim dhe omletën. Do ta hedhim në pjatë dhe kështu do të mbyllim kuzhinën për këtë të premte. Thjesht të na zbutet pak djathi. Si që e shikoni, nuk është se kam shtuar i ndyrë, do me thënë për tepër. Okej, në cilën plan do ta shërbim, do të ndihmoj me këtë? Apo jo, e ke aty gati. Okej. E vendosim edhe omletën në pjatë për pak sekonda, hedhim një shikim të fundit mbi banak për të parë se çfarë kemi sjell këtë ditë të premte. Për ju që e keni humbur, po ju kujtoj se pak minuta më vonë videon e plot të gjithë gatimeve që kemi sjell sot do mund ta gjeni duke klikuar në YouTube, në dy kanalet tona zyrtare News 24 dhe Villa 24. Dhe ja ku i kemi. Ky është krem karameli i pa futur në frigorifer. Ky është krem karameli i dal nga frigoriferi dhe i kthyer për mbys. Ky është byreku dhe në fund fare kjo është omleta. Kemi një omlet, ja si kemi rresh si një banak restoranti e kemi bërë sot vilën tonë. Në vend të filetos së pulës kemi përdorur kërpudha. Po. Bëhet shumë e mirë dhe shumë e mirë dhe shumë e shishme. Ju garantoj për këtë. Kati të lumshin duart. Të falenderoj për si çdo ditë me ty që ndajmë këtë emision. Kënaqësia është e imja. Falenderojmë dhe anvisat që na ndoqën. Ju urojmë si gjithmonë një ditë bukur dhe një fundjavë akoma edhe më të bukur. Kalofshi sa më mirë. Për ty gjithashtu, Katerin, faleminderit të lumshin duart edhe për sot. Faleminderit. Tani kemi publicitet.